Nuk hen veshti, hen krejt familja. A ke pa dhe kur martohen, Po, që ashtu është. Martohen krejt, me dojën e me vonë. Edhe e rujnë një farë lidhje të tillë, sa që është problemi për shkak se është pikpyetje shumë e madhe, gazetarët e kanë shtruar pyetje, që është e mundur që kanë realizuar kaq shumë biseda, por ka kaq pak informacione se çka po folet, se nuk ka shumë. Pra, do të thotë, edhe pse janë realizuar kaq shumë biseda, ata nuk e kanë idenë se çfarë është folur, thjesht janë duke dyshuar që Po, ideja është... Pra nuk janë përgjuar këto telefonata. Jo, veç kanë gjetë disa shprehje që janë patërën e nëzakonshme. Për shembull, një që është shumë interesant, ke për shembull nipi, daja, përdoren terme të tilla, që për shembull në gjuhën angleze ose anglisht nuk i kanë shumë lidhje familjare. Domethënë, për ta daja u përmend dikun për këtyre bisedave rreth 25.000 herë. Me çu diçka të daja, me marr diçka për nipin. Kanë përgjuar këta. Janë përgju këto. Po, normalisht të biseda kretë regjistrohen. Janë regjistruar, po ata e din këta. Po ata e kanë arrit me zhvillu një gjuhë me kode, ku zakonisht janë familjarë. Tash kur kanë ndodhur për shembull në shku pastisja se me kërkuan janë pyetyen pse po përmendet daja ka të shën. E kupton? E ka gjetë që ai në fakt ju thot 30 vetave daj. Po. Domethënë është numri i madh që na i kena që na i thirrëm daj. Edhe fjalën daje e përdorim në çdo rast, jo vetëm për dajën. Gjithashtu tani te fjalat e nipi, na kena shumë në kulturat perëndimore është shumë e ngurtë se çka do të thonë nip, dikush është shumë i afërt domethënë. Na kena shumë axhon nipash. Domethënë është interesant se edhe përdorimi i slengut prej standardit të shqipes në tat Kosovës, ka disa të Kosovës që janë të përfshim. Po pse janë kaq shumë burgosën shqiptarë, janë ndonë në dy grupe, pse janë vjedhjet edhe janë transportimi i drogës. Deri me tashti, që shqipashune... Dominojnë më shumë në vjedhje, apo... Deri në vitin 2023 kanë që kena qenë vjedhje, kanë qenë shqiptarë në vjedhje, dhe kabili vjedhje që janë bërë në mënyrë perfekte ose të mendume. Çka i dallon grupet shqiptare, për shkak që në afërsisë familjare dhe lidhjes shumë të fortë që e kanë mes vete, është gjithashtu edhe mënyra sekretive e bëmjes së një aksioni. Edhe nuk del jashta, familjes nuk del jashta që t'i rrethit për me fustimu. Për ata është shumë e zëshme edhe mindzan. Për shembull, ka ndodhur që janë më të rrezikshme që janë tu për fol, mrena, është, nëse kishim vojt e kom dërguar dhe Artianës, banda e seksit, që ka qenë njëna prej ma, që e tetra, po, qaja kenë. E seksë ndërmjetësimi i sigurimeve. Kjo është shumë interesant se këto janë dy vëllezërit, Sefedim dhe Eldi Tafa, që është narrati ky jashtë. Tash çka ndodh? Zakonisht, për shkak që janë apëshet dy vëllezër, dy djemigjes, dikush janë shumë të afërta, zakonisht nuk ka shans me nxon një dytë për një herë. Për ata edhe një është në burg, po ka mundësi që një person i kryen ndoshta mbi 300 telefonata, se ai është kryesori që ka nxonë. Ose është një person tjetër që është narrati edhe ai duhet me kryer operacionet. Për shembull, këto që ishte interesant, qysh me shpërnda kokainën, ta kanë marrë një boksier britanik që ka në pension, Simon Jackson, që ka kriju policia faqe sigurimi për makinat e bandës. Qysh mos mi nxon policia të transportu, e kanë marrë një policë të sigurimit falc. Tash që kjo është, ka shumë të saj bandës tash në Burgje, shkote banda tjetër që e kanë nxon, është Eddie Line i kokainës. Edhe këto i kena që shpeshet drituar nga vëllezërit Edmund dhe Edward që ka ndryshuar në Aziri. Kjo ka transportu kokainën nga Londres në Midlands. Tash në Londër, në Britani, janë të ndame shkoni shumë e madhe e kokainës futet në Britani, pastaj shpërndahet në përket qytetet e ndryshme. Se cili qytet e ka një band të caktume, në se cilin vend është një djalin migjes ose një dikush tjetër që e drejton. Dhe më gjithkon është një antar i familjes. E tash për vjedhje është që grupi në Cheshire, i përbëm ju edhe pak reqitën, është përsëri këtë kemi njerëz familjar që janë, këta kanë bërë 50 vite në burg, edhe 59 ngrabitje në vlerë prej gati miliona eurove. Po çka është interesant është këtu, që e njëjta praktik e vjedhjes, po vazhdon halo jashtë. Dyshimet janë që këta halo i marrin instruksionet përmes vizitorëve kur ka me ndodhur vrasja, e bëjnë planin, edhe prej burgut i japin direktiva se ku kanë me shku me ndodhur, sepse paterna është e njëjtë, përdoren shkallët e njëjta, janë disa shkallë elektrike që vendosen nga jashtë ndërtesës,
në vendosja e dritares në një automatike me një farmjeti që vendos shkej dritaren pa pas nevojë me thy, edhe sakt e din cili personalitet i huj ose një vizitor ka me arë sa pari ka kesh. E tash ideja është se qysh i din këta njerëz këto. Dyshimet janë që këta kanë njerëz në aeroport. Do më nëse ti e personi... është më i gjerë këto, Po shumë i gjerë. se ne po flasim për shqiptarët, por nuk besoj që shqiptarët kishin arrit këto. Jo, pa pas një gatishmëri të njerëzve që punojnë në... Po që ke për shumë interesant këtë që qysh i din ata në aeroport njerëz të famshëm që vinë. Ka njerëz në dogan, edhe ti kur tish në dogan, ato të skanohet këtë qakim rana. Njëri doganë, se din për shumë nëse ras shkon ti, edhe ti kemi veti vishyteri 300.000 euro, thash ata i din këtë si ti ke tentu në aeroport. Ka pas kovetunde dhe vjedhit që ka ndodhur pikrish në aeroport. Po, këta e kanë edhe ma, sakta e din sakt kur kime dalë të natën, edhe shkojnë